Përshëndetje të gjithëve dhe gëzuar vitin e ri. Ky është vlogu im I parë I vitit dhe jemi në Voskopoj. Duke parë nga kjo vila, sinqerisht më duket vetja sikur jam në TV series Yellowstone. E keni parë? Çdo ndërthurje e vogël e trurit, e kurit dhe natyra më bëri të mendoj për të. A do ta nisni vitin në një vend si ky? Sapo kemi ardhur dhe vendosëm të shodhemi pak. Unë me zi po pres të shikoj The Hunger Games Mockingjay Part 1, sepse dje pash 2 filmat e parë nga seria The Hunger Games, njëri pas tjetrit, dhe nuk e di si nuk e kam parë më parë. Tani jam fiks në atë fazën kur dua t'i lexoj edhe librat sepse filmat do mbarojnë kaq shpejt dhe dua që kjo ndjesia të mos më ndaloj kur. Po ju, a I keni lexuar? Ky është kombinimi që përdor gjithmonë. Një penil edhe është kjo nuanca këtu, që nuk e gjej dot. E ngatoj gjithmonë me një tjetër. E kam një tjetër. Duke njësoj për nuk janë nësoj, kjo del me e kuqe dhe kjo del fikse jetë. Darkness, my old friend. Hello. Po, që të merë me shumë në mjego pak. Pse duke dhe ashtu? Shumë të drejtë. S'kemi qartë I ben. Shimi. Okej. Është kjo drita këtu që të nxjerr ashtu. Fike. S'ka gjë. Të shpjena e në njerit. I don't know. E mirik shko pyet një, se më vjen turp të vi. Okej. Dhe jemi tek restorant Turnaza, ambienti është shumë I ngrohtë dhe shumë I prites. Na sollën dhe disa gjëra shtëpie në fillim dhe kjo më pëlqeu shumë. Sa vjen ishte të gjatë të mishtë të rëgohen fare. Kolesteroli 250 milion. Nuk është e vërtetë. Kjo është bio. Se qarë më kujton të buka. Kulac. Bravo. Është kulac. Jo të kujton. është kulac. Sa mirë të djathë. Si fillim morim një sallat fshati, patate të skuqura, djathë në furrë, në fakt ishte kaçkavall dhe fasole plaçi. Ushqimi na ka pëlqyer tej mase dhe diçka që I kujtonim njëri tjetrit ishte që të hanim me avash, sepse nëse hanim shpejt nuk do kishim vend për pjesët e tjera të ushqimit. Dhe një nga gjërat e mia të preferuara ishte ky kaçkavalli në furrë. Qofse vini tek restorant Turnaza, duhet me se zbën t'i provoni kaçkavallin edhe të brëndshmet sepse ishin shumë të mira. Totali shkoi 43.000 lekë për të dy dhe për porcionet, shërbimin dhe ambientin një vleti. Ju kur udhëtoni, preferoni të provoni pak gjithçka apo të qëndroni tek një pjatë e sigurt. Ka qenë e çuditshme në fakt sepse pas darkës ka qenë ora diku te ora 9 dhe ishim aq të lodhur sa ishim gati për gjumë. Por mbrëmja jon nuk mbaron këtu. Kemi për t'ju treguar një lojë shumë interesante që ju mund ta luani bashkë në çift ose me këtë të dëshironi. Tani, një dite Juli më tregoi një lojë. Edhe është me të gjetur në Instagram. Nuk është pika.
Po, është shumë interesante, më të mësoni të luani dhe juve me këtë doni. Do ta shikoni dhe do ta kuptoni. Është me të gjetur numrin e personit. Numri që do zgjidhni ose do keni në mendje është nga 1 deri në 100. Kështu që mendoj një numër. E mendova. Mendova dhunë. Okej, nis ti. 50. Është më i vogël se 50. 70. Më i vogël se 70. Okej. 30. Më i vogël se 30. Akoma. 20. Është më i madh se 20. Okej. Juli ka një të keqe për mua, por e mirë për atë. Mos se atë më vazhdo. Se kë ma gje numrin, dhe më si nuk e kam gjetur. Zonjë Z. Me vogël se 30. Po. Mi dhe unë do them 20. Imagjino të kemi gjetur të njëjtin. Si të njëjtin? Të kemi vendosur të njëjtin numër. Se di, më i madh se 20, a? Po. 28. Jo, më i vogël. 25. Më i vogël se 25. 23. Dhe forta unë kisha zgjuar 24. Si ka mundësi se dhe kur luajtëm çfarë, unë kisha 73-shin, ti kishe 72-shin si ishte. Po. Ishte me i numër. E po nuk ka mundësi, dhe gjithmonë mi gjenë, nuk e di. Ajde, natë dhe mirë se kam nërë shumë. Ka që ishte për sot. Do të pëlqente të kisha një të këtillë në shtëpi? Qa ishte? Ja, ke pisa këtu. Po. Edhe mua më pëlqen shumë kjo. Pra këto shtëpitë që janë kështu Pedruri. Pedruri, që bëhen kështu me qati, janë shumë të mira. Po. Tani po ha mëngjesin, gjithçka është e ngrohtë dhe e thjeshtë, e sinqerisht po e shijoj shumë këtë qetësi. Voskopoja dikur ka qenë një nga qendrat më të rëndësishme kulturore në Ballkan. Imagjinoni, mbi 20 kisha në një fshat kaq të vogël. Tani po dalim për të vizituar kishën e Shënkollit. Kjo është një nga kishat më të njohura këtu në Voskopoj. Është ndërtuar në shekullin e 18 dhe është e famshme për afresket e saj shumë të vjetra dhe arkitekturën tradicionale. A ju pëlqen të vizitoni vende historike? Dhe tani po përgatitemi të kthehemi. Ky mëngjes ishte i qetë, i thjeshtë, por shumë i bukur. Nëse ju pëlqejnë video të këtilla, mos harroni të bëni subscribe që të mos humbisni të tjera. Më ndiqni edhe në Instagram për momente të tjera nga përditshmëria ime. Dhe këtu mbyllet vlogu i kësaj radhe. Shihemi bashkë herës tjetër. Paqem!